Mirëmëngjes njerëz, ja ku jam, sot e hënë, unë ju uroj një javë të mbarë e të begat, sa më pëlqen kjo fjala të begat. Pse më pëlqen? Sepse ky urim është pak në formë letrare artistike, po e thënë në zhargonin e Tiranës është shnet e pare. Kjo është mbarë dhe begat, shnet e pare. Dhe që ju të jeni sa më të përgatitur për atë çka mund të jetë kjo javë në vazhdim. Unë kam përgatitur si zakonisht horoskopin, dhe gjojeni njerëz se mund edhe t'ju vlejë. Mund të them kështu për modesti se t'jeni të sigurt që do t'ju vlejë, ndryshe kot që lodhem, okej? Tani horoskopi. Dashi. John Haywood ka qenë një shkrimtar anglez që ka jetuar deri nga mesi i viteve 1500. Përveç se shkrimtar, ishte edhe një krijues dhe mbledhës proverbësh edhe thëniesh. Proverba dhe thëniet të tij duhet të jenë akoma në qarkullim një 20 ose 30 sot. Thënia se proverbi nuk mund ta kesh edhe damixhanën plot, edhe gruan e dehur, është po e njëjta. Është epok këtij njeriu, domethënë. Ti thash të gjitha këto dash burra grua qofsh, sepse duke filluar që nga kjo javë, edhe ti je pak a shumë në një situatë tip John Haywood, je pak heuidian, se kështu i themine, se ne i shqipërojmë gjërat, heuidian të themi. Pra duke filluar që këtë javë dhe në vazhdim, pra edhe për një 5 ose 6 javë, deri nga fundi i muajit që vjen ndoshta, me intuitën tënde do të nxjerrësh ide apo konkluzione që si ty dhe si gjithë të tjerëve që ke përreth do t'ju jenë të vlefshme për shumë kohë, ndoshta për gjithmonë. Demi. Po lexoja një libër fantastiko shkencor dhe plot humor të shkrimtarit anglez Terry Pratchett, që është i shenjës Demit. Në roman, personazhi kishte sajuar, kishte prodhuar një shpat me rrufen e hekurt të një meteoriti. Figurativisht, domethënë. Ta tregova këto dem burra grua qofsh, sepse mendoj që edhe ti figurativisht të sajosh një shpat të tillë, e cila do të të shërbej për të forcuar dhe tonifikuar forcën tënde mendore. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që të duhet një shpatë e fuqishme për të ndarë a për të coptuar ca dëshira koti apo ca ndikime në dukje interesante, por që në të vërtet nuk janë dhe nuk po të lënë, po ta hanë shpirtin. Kjo shpatë, figurativisht, mund të bëj edhe që të linë një dëshirë kalorsiake, gjithmonë figurativisht, të nisesh për një ndërmarrje fisnike apo për të mbritur në kohën e një ndërmarrje fisnike. Me një fjalë, mos u përhumb me ca ide a projekte që të kanë futur në një rrugë qorre. Binjakët. Më 25 janar 2011, në Egjipt në Kairo, në sheshin Tahrir, shpërtheu një revolte e madhe popullore me shumë dëme, me shumë shkatrime, sikundër dhe e dini, nëse e keni ndjekur në atë periudhë, që ishte ajo rilindja arabe, ku dhe një gjë e këtij lloji. Mbas 18 ditë protestash, kudo në shesh dhe në të gjithë zonën përreth sheshit, kishte vetëm rrëmuj dhe kaos dhe shkatrime. Por gjëja më interesante e kësaj revolte ishte pikërisht ajo që ndodhi pas revoltës, kur çdo gjë kishte mbaruar. Husni Mubaraku kishte dhënë dorëheqjen dhe kishte filluar të diskutojë për reformat. Atëherë njerëzit, protestuesit, u rikthyen në shesh me fshesa dhe me thas plerash në duar për të sistemuar rrugët, plerat dhe çdo gjë që ata vetë kishin shkatruar. Binjak, burra agraqofshi ju këshilloj që diçka të tillë të bëni edhe ju në javët në vazhdim. Po mundohem të jem më i saktë në këshillën time. Binjak, burra grua qofshi duhet të rebeloheni ndaj korrupsionit dhe ignorancës që ju kanë shkaktuar gjendjen aktuale në cilën ndodhen, pra jeni në një gjendje pak kaotike. Por, pasi ti keni zgjedhur gjërat, duhet i riktheni e të sistemoni e të pastroni gjithçka. A më dëgjuat? Ka të bëjë me raportet personale, ka të bëjë me njerëzit që keni përreth, apo me të gjithë marrëdhëniet që ju rrethon. Okej? Gaforia. Tom Robbins është një shkrimtar amerikan që jeton në Seattle.
dhe ka lindur më 22 korik, pra është si qenjës gafores. Ndër veprat e tij ka dhe një roman të vitit 1976 të titulluar Even Cowgirls Get the Blues, ku flet për një njeri që praktikon çdo gjë, përshkron me mijëra kilometra, harxhon edhe qindarkën e fundit derisa arrin te manastiri në pikën më të lartë të Himalajeve, vetëm për të provuar një ëmbëlsirë që e kishte ëndërruar dhe e kishte dëshiruar gjithë jetën, tortën me pjeshk tibetiane. Kur arriti te manastiri, i thanë se nuk ishte më sezoni i pjeshkve dhe pjeshkët kishin mbaruar. Dakord, i tha buri, nuk ka pjeshk, ma bëni me moll. Kam përshtypjen në gafore, bura Graqofshi, se edhe ju shumë shpejt do të provoni një eksperiencë të tillë. Mbase nuk do të gjeni atë çka jeni duke ëndërruar në jeta, në profesion, por në vend të saj do t'ju ofrohet diçka vërtet shumë e mirë. Gafore, bura, grua, qofsh, pranoje dhe mos thuaj jo. Luan, bura Graqofshi, Hugo Chavez i shenjës Luanit, ka qenë presidenti i 61 i Venezuelës dhe nuk ka qenë as astrolog, as filozof, e megjithatë ai ka hedhur hipotezën në thonjza që planeti Mars dikur lulëzonte në një jetë të civilizuar që më pas u zhduk, sepse burimet e tij etike u thanë dhe u helmuan nga egzagerimet e kapitalizmit. Marsi me kapitalizmin. Dhe këtë e ka thënë në një seksion zyrtar të OKB-s, të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Mua më pëlqen kur persona të mëdhenj dhe të rëndësishëm përhumben në teori apo në fantazi ekstravagante, edhe pse mbase mund të mos jem dakord. Më pëlqen fakti që këta njerëz zbulojnë dhe një aspekt të tyre që mbase nuk do të vinte kur radha ta zbulon edhe një herë këtë periudhë. Më pëlqen fakti që këta njerëz zbulojnë edhe një aspekt të tyre që mbase nuk do të na vinte radha kur, ose nuk do t'i vinte radha kur ta zbulonin vetë. Kjo që sapo thash vlen dhe për ju, o Luan, bura Graqofshi. Sipas mënyrës time të lexuarit të yjeve, pra të mesazhit që unë perceptoj nga yjet, jeni në javën kur ndoshta do t'ju bënte shumë mirë sikur të mos thonit të njëjtat gjëra, por të zbulonit edhe një aspekt tjetër tuaj, një aspekt tjetër të personalitetit tuaj, atë që ka të bëjë me fantazinë apo me ëndrat, qofshin edhe të çmendura në thonjza. Kjo gjë do t'ju pozicionojnë ndryshe në sytë atyre që mendojnë se dinë gjithçka rreth jush dhe që ju njohin mirë. Virgë Gjeresha. Kur ishte vetëm 3 vjeç, aktori Charlie Sheen i shenjës së Virgë Gjereshës lëvizi një nga disjet e shtyllës kurizore, bëri një hernie diskale që i thonë në gjuhën mjekësore. Me një fjalë, nxori hernien dhe tregojnë që bëri një ulurim tepër të gjatë dhe tepër të fortë. Pra, u dëgjua në të gjithë lagjen, themi. Unë Virgë Gjeresha, bura Graqofshi, nuk u këshilloj të bëni edhe ju të njëjtën gjë. Dua të them që nuk është momenti të hyni në sintoni me emocione të forta që ndoshta ju janë shfaqur për herë të parë kur keni qenë tepër të rinj apo tepër të reja. Dhe tani vazhdojnë t'ju ndjekin dhe kanë ngelur për ju aq të forta. Mbase, një inat i vjetër është një prej këtyre emocioneve plot jetë, por në qoftë se ka dhe të tjera, si për shembull një dëshirë e çmendur, apo një harbim i papërbajtur, apo një kuriozitet i tepëruar, apo ndonjë lidhje e dështuar, duhet patjetër t'i evitoni dhe të ktheheni e të vlerësoni një moment të magjishëm të cilin po e jetoni në këtë moment. Gëzojuni asaj që keni dhe mos mendoni të shkuarën. Peshore, bura grua qofsh. Provo të imagjinosh një gjë ashtu si e ka përshkruar video artisti amerikan nga Seattle Michael Douglas
lindur më 25 shtator 1944, ky artist i shenjës peshores ka thënë: ndodh ndonjëherë që një pemë rrëzohet në një fushë ku zakonisht kullosin lopë. Lopët afrohen dhe fillojnë ta shohin. Në fillim pema ishte në këmbë, tani është në tokë, ka diçka që nuk shkon. Ka një gjë ndryshe në fushë dhe lopët i vinë vërdall pemës duke e parë ashtu siç shohim në televizor, tepër të tërhequra nga kjo parregullsi që kishte ndodhur në jetën e tyre. Lopët u habitën. Ta thash o peshore, burra grua qofsh, provo ta imagjinosh këtë skenë sepse diçka e ngjashme po ndodh edhe në jetën tënde. Personat e tu të dashur sikur janë çorëditur pak nga një gjë e çuditshme që të ka ndodhur së fundmi. Është detyra jote o peshore, burra grua qofsh, të terezisësh me shumë delikatesë çdo gjë që të kthehet ashtu si kundër ka qenë më përpara dhe të mos çorientosh të gjithë njerëzit që kanë të qartë. Akrepi. Sipas shkrimtarit, aktorit dhe humoristit amerikan me origjinë indiane Cherokee, Will Rogers, lindur në shenjën e akrepit, diplomacia është arti për ta mbajtur me të mira qenin derisa të gjesh një gur për t'i gjuajtur. E bukur shumë. Të uroj o akrep, burra grua qofsh, që edhe ti t'ja dalësh sa më parë këto godasësh, kundërshtarët e tu ndoshta, ose presionin për ide që ty të duken të padrejta, mbaj me të mira derisa të gjesh mundësinë për t'u përballur, derisa figurativisht të gjesh gurin për t'i goditur. Dhe gurin do t'a gjesh shumë shpejt. Ndoshta edhe pak orë pasi të kesh dëgjuar këtë horoskop. Shigjetari. Unë nuk besoj në Zot, thoshte piktori amerikan Diego Rivera, i shenjës shigjetarit, por besoj te Picasso. Një gjë të tillë ka thënë edhe një konkurrente në X Factorin anglez në vitin 2024. Ka thënë: unë nuk besoj as te Zoti as te zonja. Kështu ka thënë ajo, por besoj te Patti Smith. Ndërsa Dario Fo, shkrimtari italian që vdiq para pak kohësh, ka thënë: unë nuk besoj në Zot, ka thënë ai, por jam besimtari më i mirë në botë, më besimtari në botë sepse besoj te dashuria dhe te realiteti. Po ti, o shigjetar, burra grua qofsh, ke dikë apo diçka për të zëvendësuar Zotin, më thonjë sa? Në qoftë se beson për shembull në një gjë për të cilën thua, wow, qiellore, fantastike, hyjore. A ke edhe ndonjë hyjni të një rangu më të ulët ku beson? Në një gjë më konkrete, në njëri më konkret. Në këtë moment që ndodhesh o shigjetar, burra grua qofsh, gjithmonë sipas asaj që unë shoh te kyjet ose që interpretoj te mesazhi yje dhe pra, do të bënte shumë mirë të kishe një përkushtim karshi diçkaje a dikujt, sepse ky adhurim, të themi qiellor, në thonjza, do të të zgjonte nga kjo apati a qetësi ku ke rënë këtë periudhë. Është momenti të zgjohesh o shigjetar, burr a grua qofsh. Britsjapi. Britsjap, burra grua qofsh. Supozojmë edhe ty si kundër Nicolas Cage të bën mirë të nxjerrësh në një farë mënyre ferrin në thonjza që këto momente e ke brenda teje pa bërë gjëmën. Britsjap, burra grua qofsh. A ke një vend ku të shkoshe në një farë mënyre të shkarkosh atë çka të është mbledhur brenda? Për shembull, një bodrum ku të ulurasësh dhe të bësh çfarë të duash, një zonë malore ku të shkosh dhe të shfrysh, një pishinë ku mund të shplahesh në thonjza, a një bregdet të zbrazur në vetmi të reflektosh. Bëje o britsjap, burra grua qofsh, se ke nevojë që energjinë negative të mbledhur t'ia shkarkosh natyrës dhe jo bashkëpunëtorëve apo bashkëjetuesve. U shpjegova? Ujori.
Genialiteti është aftësia e përshtatjes emocioneve personale në eksperiencën e përditshme, ka thënë piktori francez Paul Cézanne, që edhe ai ka qenë një ujor. Çfarë mendon se ka dashur të thotë ujor, burra grua qofsh? Një interpretim për shembull, mund të jetë që shumë prej nesh jetojnë e rijetojnë gjithmonë të njëjtat emocione edhe duke u përballur me eksperienca të reja, komplet ndryshe nga ato që në të kaluarën i kanë entuziazmuar. Një tjetër interpretim i asaj që Paul Cézanne ka thënë është për shembull që vështirë se mund të entuziazmohesh duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra të përditshme, por një gjeni këtë gjë mund edhe ta bëjë. Duke u mbështetur në këto dy interpretime, besoj ujor burra grua qoftë se këtë periudhë të mbetur të këtij viti, pra këto muaj 6-7 muaj se janë, me genialitetin tuaj do të keni ca emocione të reja ku nuk e di. Mbase në punë, mbase në familje, mbase në një lidhje të re, Peshqit. Është tepër e vështirë të harosh dhimbjen, por është akoma më e vështirë të kujtosh ëmbëlsinë. Shkruan gazetari dhe shkrimtari amerikan Chuck Palahniuk i shenjës peshqve. Nuk kemi se çfarë plagësh të tregojmë për lumturinë, se lumturia nuk le shenjë, ka thënë ai. Prandaj mësojmë kaq pak nga paqja. Në ditët e vazhdim o peshq, burra gra qofshi keni për detyrë të tregoni, të vërtetoni se Palahniuk e ka gabim këtë që thotë. Kur të ndjehesh i përfshirë nga lumturia, kur gëzimi yt i brendshëm të transformohet në një lumturi të vërtetë, fiksoje këtë gjë në kujtesë. Premtoj vetes që këtë gjë do ta kujtosh tërë jetën dhe përdore këtë gjë të fiksuar në kujtesë sa herë që do të duhet për të ndjerë më i ri apo më e re. Në thonjza figurativisht më energjike kam fjalën. Dhe ky gëzim apo kjo lumturi që do të duhet të fiksosh në kujtesë është duke ta ardhur o peshk, burr a grua qofsh.